Dhe duke lëshuar këto personazhe me akuza akoma shumë të turbullta dhe me këtë lidhet një problem tjetër me Spakun që përpara se hetimet ose gjyqit të marrë ull, pothuajse personazhe u bën gjyqe publike. E para po ta shikoni me njerëzit e drejtësisë duhet të jenë shumë diskret me të dhënat që kanë. E para sepse duke i relativizuar i bën në disa momente dhe ne kemi parë që nga Spaku ke gjë kohë kanë shkuar çështje dhe janë kthyer. Ose për shembull kanë shkuar çështje dhe dënimet kanë qenë shumë më të vogla nga ajo pritshmëri e madhe që kanë pasur njerëz. Ja ku jemi ne të dy sot dhe më thoni ju çfarë është bërë me inceneratorët. Mbi gjitha çfarë është bërë me ato shpenzime maramondse. Nga ana tjetër, gjithë ato shpenzime që janë thënë ose për akuzat shumë të mëdha ndaj zotit Velie. Kjo tregon nëse janë aq të qartë për akuzat, pse nuk po merr drejtim gjyqi ose në rastin tjetër për zotin Ilir Meta. Në këtë sens po them kanë përfituar pak socialistët për t'i bashkuar të gjitha këto çështje dhe po ta keni parë me kujdes, një pjesë e njerëzve që janë të lidhur me Partinë Socialiste i përdorin tashmë si argument këto. Madje edhe zotin Berisha, ndalimin për një vit e disa kohë të zotit Berisha, që tregon një farë mënyre që standardi i drejtësisë ke Partia Socialiste lë shumë për dëshiruar. Po dhe vetë Spaku akoma nuk e ka pjekurin e dur të veprojë si një organizëm i cili i qëndron mbi kokë si shpata Demokleut korrupsionit madh në vend. Ajo që do e ndaja me ju është që vërtet çështja e Balluku është çështje shumë sensitive, sepse përparat që fliten aty është një shumë e frikshme, domethënë po të bëjmë një analizë nga larg, por nga ana tjetër ne kemi qindra mijëra dosje të njerëzve të thjeshtë për të cilët nuk do kujtohet me asnjëri, sepse një pjesë të atyre o vdesin o presin me kohë të tëra që të zgjidhin çështje civile. Po, kërkesa gjyqësore, patjetër. Është vërtet.